Historia e Sefer Musliut është rrëfimi i një djali që besoi në ëndrrën e tij që në fëmijëri. Dashuria për futbollin nisi në moshën 6 vjeçare, në Akademinë e klubit të futbollit Shkupi, ku hodhi hapat e parë drejt rrugës që e identifikon sot si një nga portierët më premtues të gjeneratës së tij. Fillimisht ai luante si lojtar fushe, por në moshën 8 vjeçare zgjodhi portën, një vendim i guximshëm që kërkonte përqendrim, vetbesim dhe përgjegjësi. Me përkushtime punë të palodhur, ai ndërtoi karrierën e tij hap pas hapi. Seferi ka kaluar të gjitha grup moshat e klubit të futbollit Shkupi, duke treguar profesionalizëm dhe rritje të vazhdueshme. Aktualisht, ai mbron portën e juniorëve dhe stërvitet me ekipin e parë, dëshmi e besimit që klubi ka tek ai. Ai është 2 herë kampion i Maqedonisë me pionierët dhe kadetët, fitues i Kupës së Maqedonisë dhe pjesëmarrës në Akademinë e Barcelonës